Ky është Donald Piperi, i cili për disa vite ka punuar si emigrant në Norvegji dhe Hungari, aty ku ka bërë më shumë se një punë për të përballuar shpenzimet. Në kushte të vështira për të realizuar një gjë të tillë, ka vendosur të rikthehet në Korçë, ku ka tashmë edhe një biznes të vogël privat. Ai thotë se ndihet mirë, është pranë familjes, të ardhurat i ka të konsiderueshme, ndërkohë që pranon se nuk ka si vendi tënd. Po vinte domethënë gjë situata siç duheshe aty ku po jetoja, nuk përfitoja domethënë të ardhurat e duara siç duheshe, plus familja është kryesorja këtu. Edhe mendoj se Korça ka nevojë për njerëz të mirë, të punës, të vinë, të punojnë. Ka mundësira shumë, kush unë arrita bëra dhe kursin, kryova një besim në vetvete. Thash, do e provoj, do kthehem, pse jo. Kam edhe shokët e mi që janë kthyer shumë, po punojnë, po bëjnë edhe ata më shtyjnë edhe akoma më shumë. Edhe u ktheva, mendova se është mirë, hapa këtë biznesin. Për momentin jam mirë, po ecën mirë. Mendoj tani edhe akoma më shumë të rritet puna, po mendoj për mendimin tim që vendi tend është më i mirë, besoj se të ketë është gjua, është çdo gjë. Në darkë veten në familje. Gjatë viteve të fundit, sipas drejtoreshës së informimit profesional në Korçë, Adela Myteberi, është shtuar numri i të rinjve, përfshi edhe ata të kthyer nga emigracioni, të cilët kërkojnë një formim profesional pranë kësaj qendre. Interesi ka ardhur në rritje, ka pasur shumë të rinj që kanë përfunduar edhe arsimin e lartë që janë drejtuar tek formimi profesional, por gjithashtu kemi pasur edhe të rinj që kanë qenë pjesë e emigracionit dhe janë kthyer përsëri në Shqipëri për të marrë një formim profesional për të punuar në Shqipëri. Aktualisht, profesionet më të kërkuara janë kursi kuzhinës, kursi instalime dhe mirëmbajtje e rrjetit elektrik, instalime dhe mirëmbajtje hidraulike, kursi berber, është një nga kurset e kërkuara, gjithashtu dhe kursi parukeri dhe manikyr pedikyr. Gjatë këtyre viteve ka patur interes të shtuar edhe për shkollat profesionale të qarkut Korçës, duke u orientuar më tepër drejt tregut të punës.